Dhe ja ku jemi prap bashkë, dashur miq, në një pjesë ku e paralajmërova dhe në fillim të emisionit që me shumë kënaqësi do ta prezantojmë. Në Raovec, siç njihet edhe qyteti i Rrushit, me datën 5 do të vjen edhe festivali Kokrat e Rrushit Fest. Është për herë të katërt, është viti i katërt. Për çka mbahet ky festival do t'i mësojmë detajet nga vetë drejtori i festivalit, por me shumë kënaqësi sot në këtë bisedë do ta prezantojmë edhe një prej këngëve e cila po ashtu do të lancohet në këtë festival, por që do të jetë pjesë edhe e garës së festivalit. Eliza Dula është mikja jonë e vogël që pothuajse çdo vit vjen në emision me projekte të reja, me këngë të reja, shumë shpejt edhe me librin e saj të ri. Tash ka ardhur këtë herë bashkë me babin. Mirë se erdhe Eliza. Faleminderit. Mirë se erdhe zotin Aser. Shumë kënaqësi me ju pas bashkë në studio, ju kam pas të dyve, por jo bashkë. Kështu që kam kënaqësinë me prezantu këtë projekt kaq madhor, e sidomos këngën e re të Elizës që e keni punu bashkë, padyshim edhe këtë herë. Unë do doja të filloja me zotrin Aserin Eliza këtë herë, sepse e thash që Raoveci njihet si qyteti i Rrushit. Edhe festivalet të shumta, aktivitetet të shumta kulturore që e prezantojnë këtë kulturë të kultivimit të rrushit, të verarive e të tjera, është edhe ky festivali Kokrat e Rrushit Fest, që është për herë të katërt. Vërtet, unë kam kënaqësi që kam formuar një festival në Raovec. Ndryshe ju dini që unë jam Raovecian, edhe pse këtu jam Prishtinë që 20 diçka vite. Mirë po atyve qytetarëve të komunës Raovecit, gjithë fëmijëve të Raovecit, i kam afru një festivali i cili vërtet ka vela shumë të lartë artistike dhe posërisht nga ajo ana e trashëgimisë kulturore. Raoveci njihet me prodhimin e rrushit dhe gjithë ajo bukuria që është pitoreske që ka Raoveci, domethënë vneshat të jashtëzakonisht me një sipërfaqe jashtëzakonisht të madhe që si ka as Kosova, ndoshta edhe Ballkani. Edhe kemi emërtuar këtë festival që të emërtohet Kokrat e Rrushit këndojnë. Slogani i këtij është sepse çdo rrush është i ëmbël dhe më i ëmbël, domethënë Kokrat e Rrushit dallojnë nga ëmbëlsia, domethënë. Dhe këtu kemi dashur që të jemi zakonisht me një temë të festivalit, edhe fëmiu kur vjen të garon në këtë festival, këndon bukur e më bukur. Kjo ka qenë domethënë një emërtimi që unë e kam emërtuar festivalit, i cili ka zgjuar një jonë jashtëzakonisht të madhe dhe për fat mirë kemi përkrahas të festivalit që na ndihmojnë gjithë talentet nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia.